për linjëzimin e praktikave të brendshme të auditimit me ato ndërkombëtare dhe të Bashkimit Evropian, si dhe rritjen e efektivitetit të institucioneve publike, do të ngrihet një memorandum bashkëpunimi me Institutin Shqiptar të Audituesve të Brendshëm. Lajmin e bëri të ditur Ministri i Financave Petrit Malaj në konferencën rajonale të auditimit, e cila bëri bashkë një numër të madh audituesish nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe vendet e tjera të rajonit. Memorandumi do të hap rrugën për një bashkëpunim afatgjatë me në fokus ndërtimin e kapaciteteve, iniciativave të përbashkëta dhe linjazimin e praktikave të brendshme të auditimit me praktikat më të mira ndërkombëtare dhe kërkesat e Bashkimit Evropian. Pavarësia e auditorëve, profesionalizmi dhe përkushtimi siguron integritet dhe mundëson që institucionet publike dhe organizatat private të operojnë në mënyrë efektive, të përgjegjshme dhe të qëndrueshme. I pranishëm në këtë konferencë, e cila zhvillohet për herë të parë në Shqipëri, ishte dhe guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Sejko. Guvernatori e vendosi theksin tek identifikimi i risjeve dhe rritjen e transparencës ndërinstitucionale. Jemi të bindur se vetëm përmes bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet audituesve të brendshëm, të jashtëm dhe autoriteteve mbikëqyrëse, mund të ndërtojmë institucione më të forta, më transparente dhe më të besueshme. Në një kontekst më të gjerë, ku institucionet financiare përballen me sfida të reja si digitalizimi, rritja e rreziqeve kibernetike, zhvillimet klimatike dhe presionet për qëndrueshmëri, roli i auditorëve dhe sidomos bashkëpunimi mes tyre dhe autoriteteve rregullatore mbetet kyç për ruajtjen e qëndrueshmërisë financiare dhe transparencës. Sejko tha se një sistem i fuqishëm monitorimi dhe vlerësimi i cilësisë së punës së auditimit të brendshëm po zhvillohet.